Horoskopi ditor e enjte 1 maj 2025. Dashi, dashuria, dita fillon e mirë, perspektiva të mira, ju do të jeni të pasionuar dhe të gëzuar. Ju do të jeni në gjendje të sillni qartësi në një situatë komplekse në çift. Beqarët në saj të mërkurit do kenë shanse të mëdha të rimëkëmbjes. Puna, mundësi të reja në sektorin profesional. Ju do të keni një rol prestigjioz, mos e nënvlerësoni atë. Demi, dashuria, e ardhmja buzëqesh tek ju dhe ju jeni plot energji. Marrëdhëniet me partnerët gjithashtu përmirësohen, edhe nëse duhet të përpiqeni të përshtateni me nevojat e tyre. Do të ketë takime të reja për beqarët, por këto do të jenë njohje të thjeshta. Puna garanton siguri ekonomike, edhe nëse jeni personalisht të kënaqur, është në rregull. Binjakët, dashuria, ju do të filloni ditën tuaj të lumtur dhe të kënaqur. Jeni të relaksuar me shoqërinë e duhur, edhe në disa momente konfuzioni dhe nervozizmi mund të vinë nga ndërhyrjet e jashtme. Për beqarët ka takime interesante, por që duhen analizuar me kujdes. Puna ju bën të mendoni dhe t'ju duhet të kujdeseni për një çështje që ju nuk mund ta lini, por ju duhet ta zgjidhni sa më shpejt që të jetë e mundur. Gaforja, dashuria, për fat të mirë tensioni bëhet më i lehtë dhe diçka në dashuri do të përmirësohet, por mos prisni ndryshime të mëdha. Për beqarët fantazia mund të arrihet tek një mik, por do të jetë vetëm një zjarr kalimtar. Puna, lajme profesionale në horizont. Marsi ju shtyn të luftoni për një stabilitet që duket i afërt. Luani, dashuria, edhe sot për çiftet e qëndrueshme pasioni do të jetë në nivele të kënaqshme, por shumë njerëz do të duhet të marrin në konsiderat atë që ata do të hasin. Beqarët do të jenë të favorizuar në takime, mund të ketë marrëdhënie të reja, por shumë do të jenë vetëm zjarr si fije kashte. Puna, Marsi do të rrisë prestigjin dhe famën tuaj. Ata që praktikojnë aktivitete artistike do të tregojnë gjithë talentet e tyre. Virgjëresha, dashuria, për gjithë ditën qielli do të jetë në favor të atyre që jetojnë një marrëdhënie romantike, të lindur kohët e fundit. Shumë nga shenjat do të jenë në gjendje të krijojnë një themel të fortë për të ardhmen. Për beqarët do të ketë dashuri të reja, takime, pasione dhe atraksione, me perspektiva të mira për gjetjen e dashurisë. Puna, sot ju do të jeni në gjendje të gjeni mënyrën më të shkurtër për të arritur sukses. Ndiqni atë, por pa komprometuar. Peshorja, dashuria, hëna rezervon shumë surpriza në dashuri për ty, edhe nëse ke pak kohë për të kushtuar ndjenjave, gjithçka do të vazhdojë të jetë mirë. Beqarët tani do të jenë në gjendje për të kërkuar për lajme dhe emocione të reja. Puna, do të jeni të kënaqur me ato që keni arritur, do të keni edhe njohje dhe do të jeni të kënaqur. Akrepi, dashuria, jeni të gatshëm të reagoni edhe në historitë e paqarta të dashurisë dhe të gëzoni këtë ditë pa menduar për të kaluarën. Beqarët do të duhet të përpiqen për të zbutur situata të paqarta që mund të dëmtojnë imazhin e tyre. Puna, edhe nëse do të ketë shpenzime të papritura, nga ana tjetër puna rezervon shumë kënaqësi dhe gjithashtu fitime të reja. Shigjetari, dashuria, përdorni favorin e yjeve për të zgjidhur problemet e dashurisë. Sot ju do të jeni në gjendje të bindni partnerin tuaj për ndjenjat tuaja. Beqarët do të duhet të mbledhin mendjen për të marrë një vendim. Nuk do të jetë shumë i vështirë nëse ju nuk doni që një person të largohet nga ju. Puna, një moment vendimtar për të zgjidhur çështjet praktike dhe të biznesit. Disa pengesa nuk duhet të bëjnë që ju të alarmoheni. Briciapi, dashuria, gjërat e dashurisë përmirësohen. Do të shihni gjithçka me më pak dyshim dhe mbi të gjitha nuk do të ndaleni në keqkuptimet e para ose vështirësitë në çift. Zemrat e vetmuara që duan të bien në dashuri do të duhet të dëgjojnë zemrën dhe jo ato që mendojnë të tjerët. Puna, mos e humbisni energjinë në zona që nuk ju interesojnë. Kujdesuni për zonat në të cilët jeni tashmë të angazhuar. Ujori, dashuria mban surpriza për ju sot. Dhe ju do të ndjeni zemrën tuaj duke rrahur shpejt për të dashurit tuaj.
Tërheqja e ushtyn të jetoni këtë verë tashmë pa frena. Beqarët do të duhet të kapin të gjitha aspektet pozitive të një njohje, që ata po kryejnë me ulje dhe ngritje. Puna, pasi keni luftuar kundër 1000 pengesave, më në fund keni gjithçka nën kontroll. Peshqit. Dashuria. Yjet janë dashamirës dhe shpallin projekte të rëndësishme në dashuri. Megjithatë, pasioni do t'ju bëjë të pambrojtur. Beqarët do të merren nga mania e protagonizmit dhe do të shkëlqejnë kudo me hijeshinë e tyre misterioze. Puna, do të keni një energji të madhe që do t'ju bëjë të ndiheni të fortë dhe të gatshëm të përballeni me çfarëdo që ju ndodh.